Pesë fshatra në njësinë administrative Martanesh në bashkinë e Bulqizës rrezikojnë të izolohen totalisht. Dëmtimi i tubacionit të një hidrocentrali ka bërë që rruga që i lidh ato me krastën të çahet dhe të bëhet gati pakalueshme. Banorët protestuan duke kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të autoriteteve në mënyrë që të mos vijojë shembja. Ata shprehen se prej të paktën 6 ditësh kanë lajmëruar kompaninë dhe institucionet për nuk është marrë asnjë mas. Dëmtimi i tubacionit ka krijuar një shembje masive të tokës bashkë me rrugën, ndërsa rrezikohen edhe banesat e fshatit Gjon. Po ashtu, një tjetër problem i krijuar është edhe dëmtimi i kanalit Vaditës së fshatit Gjon, duke lënë të mbjellat pa ujë në temperatura ekstreme të larta. 50 shtëpi në këtë lagje. Jemi 50 shtëpi. I ky ujë, si ka ardhur, sa vjet u bon se ka ardhur ky ujë tu? 11. Ky ujë tu ka bon dëm gjithë fshataret. E në mëll ky problem. Ne mu për shembull me kunetnit e mi ma ka nis Zabel në ti para 6 vjeç, 7 vjeç. Ma ka nis Zabel. E në kësun kërkova i drejtë su në gjeta. A dëmtohë ka rëshqitur? Ka rëshqit, vini ta shifni ju, ka rëshqit ta ka. E në pyll, e kom kështu, e kom si përfaqe, me gjithë kunetit e mi, kom si përfaqe, se e disponoj, e punoj. Sa rreziku sjell tani? Tash një rrezik sjell kja. Shpija, tuba është për me disë shpijave. O për me disë shpijave të tuba, o për me disë lagjes. Tani, se qarë veprimi, se qarë skandali dhe na bohet, na nuk e dim. Ta nështë në bo skandalim këtë pikë këriku, ja se kemi kanal Vaditës, jemi gjitha ta shpia, jemi 20 shpia i tu. O dëmtu dhe kanali Vaditës? O dëmtu në kanali Vaditës këtu nështë, këta gjemë këtë puna. Krejt perime që janë mjela, misër se këna nuk është të bëni gjëmave, krejt kam ata fajnë komplet. Ju rrezikojnë dhe banesat? Krejtësisht fshati, në rrezikojnë. Plasja e parë që është 20 zabili, saj është 50 metra lak shtëpisë teme, deri aty ka ardhur, e nismja. 50 metra. E një e plasme, shpia ime ikën, një ikin marreni. Jënë gjitha. Së është pyll. Nuk është livat. Jo, është. O pyll, vlla, pyll. Ka ikë. Në fund ati është rreth 1000 metra që ka lëviz kjo zonë, kjo pjesë. Edhe këtu rrezikojmë krejt si fshat më ushdu. Ai se ka majt lafë që ka vonë. Një lafë këmlon pa thonë zëtë gazetarë. Këtu komi motori këtu, poshtë, i delujt, mund me disë shpi si delujt motrës teme. E ka kërku disa herë, ka vëjt këta kërpleshte këta disa herë nuk ka gjë zgjidhje. Thot tjetër thot, hajtë thot, unë kam ujë për vete. Shkurte shqip, s'kemi gjë masja, ne dumë vetëm ujtë. Na Na bëjnë kanalin Doni ujtë Vaditës. dhe rrugën. Rruga nuk diskutohet, po na shkurt shqip sak, ne dumë kanalin e ujtë. Kryetari i fshatit Gjon, Kasem Muça, thotë se ka njoftuar të gjitha institucionet, por deri tani nuk ka ndërhyrje. Prej 6 ditë. Dhe së mora si mas? Së është marra si lloj mase. Presim tash, as bashkia duket kënej, as. Po kjo bëhet pa kalueshme. Po kjo është e pa kalueshme. Tash edhe me mëll i fatkeqësi, tu s'ke ku kalo. Gjithë kjo zonë, prej këtu, sa kilometra është vish nga Lena e Vali? I thonë 7 kilometra, me pasit s'mund. Një aksident. Kjo rrugë që lidhet dhe me Tiranë, Elbasanit. Lidhet Tiranë, Elbasan, Burrel, Bulqiz. Edhe me Klein e Librazhdit. Rruga në fjalë është asfaltuar vetëm 2 vite më parë dhe lidh fshatrat Gjon, Peshk, Val, Lene, Balenj me qytetin e Krastës.